Atëherë mirëdita. Faleminderit shumë që erdhët në këtë konferencë në fakt të papritur. Sot ishim në Komisionin e Ligjeve për të prezantuar projekt ligjin tim në lidhje me pagesat e kategorisë së mësuesve shqiptar. Me pak fjalë, Komisioni i Ligjeve sot kishte për të shqyrtuar nëse mësuesët që kanë mbaruar para sistemit të Bolonjës do duhet të paguen një lloj me kolegët e tyre që kanë mbaruar pas sistemit Bolonjës. Projektligji im korrigjon një gabim që është bërë me VKM në qershor të vitit 2024, ku 11.172 mësuesve ju hoq pagesa e kategorisë rreth 50.000 lekë të vjetra dhe nuk u trajtuan në mënyrë të barabartë me kolegët e tyre, vetëm sepse ata kishin mbaruar përpara sistemit Bolonjës institutet e larta të arsimit, të cilat edhe sipas ligjit për efekt page njiheshin një lloj si shkollë e lartë apo si master profesional 60 dhe 90 kredite. Kjo nisëm u prezantua nga ana ime në Komisionin e Ligjeve, sepse i shërben të gjithë mësuesve, është një propozim i Sindikatës Bashkuar të Arsimit Shqiptar dhe është një çështje që prej një viti e gjysëm rëndon xhepat e mësuesve shqiptar. Jo vetëm atyre që janë në sistem dhe marrin më pak pagesë, por edhe atyre që dalin shumë shpejt në pension, sepse do të ndikojë gjithmonë në jetën e tyre në sasinë e pensionit që marrin, duke ju hequr para nga paga bazë që marrin sot. Sepse duhet kemi parasysh që ata që preken janë mësuesit më të vjetër, ata që kanë mbaruar përpara sistemit të Bolonjës. Në diskutim në Komisionin e Ligjeve më lejuan të bëja vetëm prezantim dhe sot më në fund Kuvendi pranoi me zë dhe figurë nga goja e kryetarit Komisionit Ligjeve Ulsi Manja që projekt ligjet që vinë nga deputetët e opozitës nuk analizohen nëse i sjellin të mirë interesit publik qytetarëve, nëse janë në përputhje me kushtetutën apo jo, por analizohen vetëm kush i ka sjell. Në momentin që i ka sjell një deputet i opozitës, pa asnjë argument, ata e votojnë kundër dhe pa lejuar debatin. Sot, zoti Manja ka thënë tekstualisht, ne nuk jemi kundër nismës, por ne do ta votojmë kundër sepse është sjell prej jush dhe ne do ta sjellim vetë këtë nismë. Dhe me këtë qëndrim që ata mbajtën sot, treguan qartësisht se e para pse rreth 60 nisma të deputetëve të opozitës lihen në zyrtarët e Kuvendit që nga legjislatura e kaluar dhe tani, sepse ata nuk duan dhe nuk kanë argument për të votuar kundër dhe nuk duan që t'i votojnë pro, por edhe kur i sjellin, ata nuk kanë asnjë argument sepse mësuesit shqiptar nuk duhet të përfitojnë që sot dhe të marrin drejtësinë e vonuar për atë pagesën e kategorisë, por vetëm pse e sjell një deputet i opozitës. Pra sipas tyre, parlamenti duhet të jetë vetëm një paradhom e ligjeve që sjell qeveria dhe parlamentarët të rrinë dhe të votojnë vetëm atë që do qeveria shqiptare. Asnjë nisëm tjetër nuk do të miratohet edhe pse i shërben interesit publik, edhe pse i shërben qytetarëve shqiptar, sepse sot bëhet fjalë me të vërtetë për 11.172 mësues. Por bëhet fjalë për sistemin arsimor, sepse do kesh mësues më të motivuar, mësues me trajtim financiar dinjitoz, të cilët do t'japin edhe mësim më cilësor dhe më të pastresuar fëmijëve shqiptar. Kur arsimi duhet kishte më shumë fonde se çdo sektor tjetër, dhe të pranosh me zë dhe figurë që ti nuk bën një ligj për interesin e mësuesve, jo se ke ndonjë argument kundër, jo sepse kjo është në shkelje të ndonjë kushtetute apo të ndonjë ligji të shtetit shqiptar, por vetëm sepse vjen nga një opozitar, kjo është fundi i parlamentarizmit. Pra një parlament që shërben vetëm për të miratuar ligjet e qeverisë. Ndaj unë kërkova sot këtë deklarat për shtyp, e para për t'i bërë thirrje Partisë Socialiste që pavarësisht votimit në Komisionin e Ligjeve të tërhiqen nga këto votime kundra interesit publik dhe kundra interesit të mësuesve. Ne do të kemi mundësinë ta shqyrtojmë edhe në Komisionin e Edukimit, do të kemi mundësinë edhe në seancë plenare, të tërhiqen dhe të votojnë pro interesit të mësuesve, pro ligjit që e kërkojnë mësuesët, pro ligjit që e kërkon sindikata e mësuesve dhe që e kanë të nevojshme për trajtimin e tyre financiar. Nëse kanë komplekse
të tipit që nuk votojmë ne një projekt ligj të opozitës, jam shumë e gatshme të vendos në projekt ligjin tim emrin edhe të një kolegu tjetër të mazhorancës. Le të vendosim emrin e Ulsimanjës, emrin e Viskushit, apo të Ogerta Manastirliut që ja u hoqi me VKM, nuk ka asnjë problem, por ky kuvend duhet i shërbejë interesave të mësuesve. Ky kuvend sot ka krijuar në mënyrë të paprecedent një rast i cili thot, ne nuk votojmë ligje që vinë nga deputetët e opozitës. Pra do thot që nga sot e tutje, ne nuk duhet të çojmë asnjë nisëm ligjore, sepse këtu kemi një vot të absolute kundër interesit publik. Dhe ky nuk është parlamentarizmi, ky nuk është standard që kërkon Bashkimi Evropian, që kërkon një gjithë përfshirje të kuvendit në procesin jo vetëm legislativ, por në mirëqeverisje dhe në standardet e integrimit evropian, dhe kjo është vetëm tallje me kuvendin dhe mosndjekje e interesit publik të qytetarëve shqiptar dhe në këtë rast të mësuesve shqiptar. Shumë faleminderit për kohën dhe për mundësinë.